nuk meriton të qëndroj, të jetë, ajo është vetëm Jugoslavia dhe vetëm Jugoslavia. Nuk muj me dojë, nuk e di taman cila është data, po e di që tanë jetën ka qenë sfera e interesit tim i pandashur nga sfera e jetës, ka qenë pjesë e përditshme si një frymari, si frymari që është e nevojshme, ashtu ka qenë organizimi i jetës edhe familjare, edhe jashtë familjare, shoqërore. Edhe taman nuk muj me di se unë i kam pas vetëm 2 vjetë kur më kanë qurë në internim në Vojvodin tërë familjen. Dhe 4 vjetë i kemi kalu atje në për stalla, në për burgje, në për në një ndjesi të veçantë të izolimit prej rrethit tanë jetësor. Dhe ajo ka vazhdu në mënyrë të natyrshme. Dhe natyrisht vijat më të forta kanë qenë me pjekin, me daljen në skenë të inteligjencës së re, të studentëve, edhe ajo është periudha e parë më e fuqishme. Ndërsa më herët unë po e zam kam qenë këtë gjimnazist në klasën e parë të gjimnazit, kur kam lexuar pamfletin ilegal kroat. Se ka qenë në frontës të spisë të ati pamfleti, ka qenë një thënje që është përsërit në secilin numër. Otpor ka qenë, gazeta Otpor. Edhe thot, mismo za rušiti Jugoslaviju, sa komunistima, nekomunistima i antikomunistima, ali je bezuvjetno rušiti. Jer ako jedna država nema prava opstati, onda je to Jugoslavia i samo Jugoslavia. Ne jemi, që në Shqip të thot, ne jemi për shkatrimin e Jugoslavisë. Me komunistët, jo komunistët dhe antikomunistët, bashkarisht, do më thënë, me ta, sepse nëse një shtet nuk meriton të qëndroj, të jetë, ajo është vetëm Jugoslavia dhe vetëm Jugoslavia.